Kanë filluar punimet për rivitalizimin e liçenit të Kurjanit. Ky projekt zbatohet nëpërmjet bashkëfinancimit të Bashkisë Roskovec dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Kryetaria e Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, u shpreh për punimet. Ajo thekson se rruga panoramike, ku përfshihet segmenti rrugor për automjete dhe trotuari përkëmbësor me ndriçim dhe gjelbërim, që po hedh shtat çdo ditë, do e transformojë zonën e liçenit të Kurjanit, por edhe do ta integrojë më së miri me pjesën urbane të qytetit. Krahas rikonceptimit të rezervuarit të Kurjanit dhe hapësirave përreth tij, do ndërtohen dhe pompat e ujit që do të mbushin rezervuarin nga uji i kënetës së zezë dhe lumit Seman. Ndërhyrja do të krijojë hapësira të reja rekreative dhe argëtuese për banorët dhe do të ketë gjithashtu një impakt të dukshëm në zhvillimin e mëtejshëm dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për komunitetin, ka thënë zonja Bufi për televizionin Apollon. Sipas saj, hapësirat përreth liçenit si një nga pikat më të rëndësishme për qytetin e Roskovecit dhe zonën, pas sistemimit do të ofrojnë standarde bashkëkohore, urbane dhe një dimension multifunksional për komunitetin. Në realizimin e pasazhit të kalimit, edhe të makinave të vogla, edhe të këmbësorëve, të kësaj rruge që në fakt lidh dy ekstremet, ose dy pjesët e fillimit të rrugës nga ana e Kurjanit dhe përfundimit të rrugës nga ana e Strumit, pranë liçenit të Kurjanit. Ky është një investim që po realizohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i cili na ka bërë të kujtur që ne si bashki, në sajt e aplikimit që ne kemi bërë në thirrjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të na garantohen të gjitha materialet që janë të nevojshme për të realizuar këtë punë. Dhe gjithë puna tjetër, qoftë me mjete, qoftë me krau, bëhet me brigadën e bashkisë, me atë që quhet brigada e investimeve ose komunale e dikushme. Kjo është një punë e cila ka një afat, po themi, relativisht të gjatë, ka 18 muaj, afatin e fillimit dhe përfundimit të punës. Siç e shikoni, ne kemi realizuar komplet pjesën e trupit rrugës, jemi duke realizuar trotuarin në gjithë qendrinë e rrugës, kemi bërë mbjelljen e pemëve, duke përshtatur këtë edhe me periudhën e mbjelljes pemëve. Do të ketë një pjesë të qendrisë ndriçim, në ato zona ku ne kemi edhe një sipërfaqe që do të rikualifikohet dhe do të përshtatet një kënd i vogël lojrash për fëmijët, një vend ku gratë të moshuarit, po dhe qytetarë të ndryshëm që vinë për të kaluar një pjesë të mirë të kohës në ambientet dhe pranë liçenit të Kurjanit të Roskovecit të kenë mundësi që të pushojnë. Gjithashtu unë dua të bëj me dije që për rezervuarin e Kurjanit ne jemi duke investuar në ndërtimin e stacionit të pompave që do të bëjë të mundur të marrim ujin nga këneta e zezë dhe do të bëjë të mundur mbushjen e rezervuarit të Kurjanit dhe ngritjen e nivelit të ujit aty ku në fakt ka qenë parashikuar jo vetëm thjesht për t'i dhënë pamje rezervuarit të Kurjanit, por dhe për të plotësuar nevojat e fermerëve të Roskovecit dhe me gjërë për ujitje për të gjitha të mbjellat që ata kanë në tokat e tyre. Unë jam shumë e bindur që kjo do të jetë një investim shumë i mirë, shumë funksional dhe shumë i nevojshëm për të gjithë banorët e Roskovecit, por jo vetëm. Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me ndërmarrjen e shërbimeve komunale pranë Bashkisë Roskovec, e cila kryen dhe proceset e punimeve për projektin e rikonceptimit të rezervuarit të Kurjanit dhe hapësirave përreth tij, pas përfundimit të punimeve sipas afatit kohor 18 mujor të parashikuar në projekt, do të japë zonës impakt të dukshëm, jo vetëm në zhvillimin e mëtejshëm të cilësisë së jetesës për komunitetin dhe aktivitetet e biznesit, por gjithashtu do të rrisë dhe elementet e mbrojtjes së mjedisit dhe mundësitë e shfrytëzimit të natyrës nga banorët dhe vizitorët. Investimi do shndrojë këtë zonë të pasur me tradita kulturore, historike, ekonomike, sociale dhe mjedisore në një mbështetje të zhvillimit lokal, duke e bërë një vlerë të shtuar qytetit e Roskovecit, ka pohuar kryebashkiakja e Roskovecit, zonja Bufi.